Thash, do me thonë pasojat e tërë kësaj situate aktuale, kësaj krize politike, me qenë se është krizë, do me thonë, nëse analizojmë prej vetë definicionet fjallës, atër mund të konkludojmë me saksi që bëhet fjallë për një krizë politike, nëse për 8-9 muaj nuk arrim të konstituojmë kuvendin, derisa po flasim, do me thonë, akoma ka hisedar politik, akoma ka deputet kuvendit Republikës Kosovës, që vënë më dyshje konstituimin e plot të kuvendit Republikës Kosovës, edhe si të tillë nuk janë në gjendje të kalojnë në hapin tjetër, do me thonë, ose s'paku sot ishte tentimi i dytë, do me thonë, për votimin e një qeverie. Pra, po flasim për një krizë politike, pasojat e saj pashmangshëm do të vrehen jo vetëm gjatë vitit 2025, dhe këtë po e them pashtu duke u bazuar në përvojën e viteve të kaluara. Vitin 2014, kur kemi pas një stërzgjatje në krijimin e qeverisë re, kemi pas njërën prej normave më të ulta të rritjes ekonomike, tërheqjes së investimeve të huaja direkte. Gjashëm ka ndodhur në vitin 2017, ani pse kemi pas një ngërsh pak më të shkurtër në aspektin kohor, por megjithatë disa mujor, dhe sërish kjo ka ndikuar në normën e rritjes ekonomike, edhe rrjedhimisht në njëjtën mund ta presim edhe për vitin 2025. Tashmë po diskutohet që edhe norma nuk do të jetë ajo që është parashikuar në mënyrë fillestare, edhe nga institucionet tona, por natyrisht edhe nga institucionet ndërkombëtare. Po ajo që është më e dhimbshme, patjetër do me thonë për të përgjigjur në pyetjen tuaj, do të prishim dinamikën e zhvillimit ekonomik të vendit, po ajo që është e dhimbshme është që asnjëri prej hisedarëve politik realisht nuk po e shet tërë këtë situatë me seriozitet. Do me thonë, ne sot shinim akuza në kuvend, do me thonë njëra palë, hite akuza ndaj palëve të tjera, se kinse po e bllokojnë miratimin e buxhetit, po ai çfarë kemi parë në tërë këta 8-9 muaj është një përgjegjësi kolektive e cila nuk është marrë nga askush, do me thonë pyetje të shumta të cilat janë drejtuar gjykatës kushtetuese për çështje të cilat ose kanë qenë të definuara me akt gjykimet paraprakit të gjykatës kushtetuese, ose gjëra të cilat si dikush që ka një shkollim 8 vjeçar, si dikush që ka 2 doktoratura e mëtej, mund ta lexojnë shumë thjesht në kushtetutën e vendit. Pra, po flasim për gjëra të cilat janë të qarta, të zeza në të bardhën, dhe për cilat as gjykata kushtetuese nuk do duhej të merrte kohë të diskutonte sërish e të rivendoste për çështjet gati të njëjta krahasuar me vitet paraprakit kur gjykata kushtetuese ka lëshuar si them akt gjykime për çështjet të cilat kanë mundur të jenë të pasqarta. Ky është problemi, do me thonë, asnjëri prej hisedarëve politik nuk po pranon të marrë përgjegjësi e kujt më shumë e kujt më pak përgjegjësia duhet t'i atribuohet pothuajse të gjithë hisedarëve politik. Vetëm që ndoshta kanë vazhduar ta bëjnë punën e tyre, kanë qenë odat ekonomike, edhe atëherë kur diskutohej prej marsit për çështjen e liberalizimit të tregut të energjisë, akt gjykimin e fundit gjykatës supreme, pothuajse janë reflektuar edhe shqetësimet e odës ekonomike edhe të odës amerikane dhe asociacioneve të tjera të biznesit që kanë pasur në qendrim me të njëjtin e kanë bërë publik. Fatkeqësisht shteti, me thonë si një entitet abstrakt, ose pushteti, si pushteti qeverisës, nuk është marrë asnjëherë me këtë çështje, përkundrazi i ka dhënë dritën e gjelbërt, qoftë përmes heshtjes, qoftë përmes deklarimeve publike, liberalizimit, një procesi i cili në fundit rezultoi që në disa aspekte të tij ka qenë i paligjshëm.